بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot jemi me një pejgamber të Allahut Dhul Jalal. Ai pejgamber s'ka dyshim se ka një histori të gjatë e të gjerë për shkak të vlerës së tij, për shkak të personalitetit të tij që Allahu subhanahu wa taala ja dhuroi këtij pejgamberi. E ky është Ibrahimi alayhi salam. Fillimisht, para se të futemi në historinë e tij, dëshiroj të cek disa nga cilësitë që Allahu Dhul Jalal ja dhuroi atij, apo më mirë të themi disa nga mirësitë që Allahu subhanahu wa taala ja dhuroi këtij të dërguari, e që këto mirësi janë të shumta, e njëra prej tyre është edhe lavdrimi i Allahu Dhul Jalal që ja bëri këtij pejgamberi, ku tha Zoti në Kur'an: Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Vërtet Ibrahimi, thot Allahu Dhul Jalal, vërtet Ibrahimi ishte ai i cili më i përkushtuari ndaj Zotit të tij, pra i përpikt në zbatimin e urdhrave të Allahut Dhul Jalal, në dinin ose në fen e pastër, walam yaku minal mushrikin, dhe ai nuk ishte nga mushrikët. Shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ishte falënderos dhe ky u largua nga çdo ndalesë e Zotit dhe ishte në rrugë të qartë, drejt, në tarikul mustaqim, në rrugën e drejtë. Pastaj Allahu Dhul Jalal e veçoi këtë të dërguar me mirësi kur e zgjodhi nga ulul azmi, i cili ishte pra nga të dalluarit, ku 5 pejgamber ishin të dalluar nga pejgamberët e tjerë, e që ishin Nuhi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Isa alayhis salam, Musa alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra nga ulul azmi. E ky ishte pra prej tyre Ibrahimi alayhis salam. Gjithashtu ky pejgamber mori epitetin Khalilullah, pra ishte mirësi që Zoti e begatoi me këtë emër, me këtë epitet, Khalilur Rahman, mik i Rahmanit, mik i të mëshirshmit, mik i Allahut. E s'ka dyshim se fjala mik ose Khalil në gjuhën arabe ka kuptim një dashuri më shumë se sa dashurit e tjera, një dashuri e veçantë, një afrim i veçantë. E këtë pra e kishte Ibrahimi alayhis salam me Zotin e tij, pra u quajt mik i Allahut. Gjithashtu ky pejgamber ishte i veçum dhe Allahu Dhul Jalal e nderoi që në dhurrijetin e tij, që në pasardhësit e tij, Allahu Dhul Jalal bëri që të jenë nga të dërguarit dhe të kenë libra të shpallura. Pra shumica e pejgamberëve pas tij që erdhën ishin pra nga loza e Ibrahimit alayhis salam, pasardhës të tij, ku ishin nga pejgamber të mëdhej dhe kishin të shpallur libra. Pra s'ka dyshim se kjo është një mirësi, edhe çdo kush që ka pasardhës të mirë, ajo është për t'u lavdruar, për t'u krenuar, dhe është një mirësi, një begati e Allahut subhanahu wa taala kur Zoti dikujt jep pasardhës të mirë. Gjithashtu Ibrahimi alayhis salam ishte apo do të jetë i pari i cili do të vesh rroba në ditën e gjykimit.
pra i pari që do të vishet, nga se të gjithë dim se në ditën e gjykimit do të jem të zhveshur dhe kur do të futemi në xhenet, pastaj do të vishemi. Pra llogaria do të jetë kur do të jemi të zhveshur. E Ibrahimi a.s. i pari është ai i cili do të vishet me rroba. Për shkak Allahu nderoi këtë se kur pabesimtarët që do ta shohim më pastaj inshallah e hudhën në zjarr, ishte i zhveshur. Dhe Allahu dhul xhelal ja e begatoi, e dhuroi me këtë, e veçoi që ai për hir të asaj që sakrifikoi për Allahun dhul xhelal dhe qëndroi besnik dhe i binshëm dhe i mbështetur tek Zoti i Madhnueshëm, kur pabesimtarët mushrikët e hudhën në zjarr, Allahu dhul xhelal e caktoi dhe e veçoi që ky të jetë i pari nga ata të cilët do t'i veshin rrobat në ditën e gjykimit. Gjithashtu Allahu dhul xhelal e veçoi këtë të dërguar me dije, me bindje dhe me argumentim të qartë dhe të fuqishëm. Pra i dhuroi Zoti dije, i dhuroi bindje të fuqishme dhe i dhuroi metodologji të argumentuarit. Pra kishte një argumentim të hatashëm ku ky përballë pabesimtarëve, mushrikëve, zhvilloi disa dialoge dhe në këtë dialog që ky zhvilloi me pabesimtarët, çdo herë ishte ngavnyes me argumentim, pavarësisht se e dëgjuan apo nuk e dëgjuan. Pastaj Allahu dhul xhelal e gradoi ose i dhuroi këtij pejgamberi mirësi, e nga ato mirësi është se të gjithë ne pas tij, të gjithë gjeneratat pas tij, pas Ibrahimit a.s. janë të obliguar që ta pasojnë, ta trasojnë rrugën e tij, menhexhin e tij, pra praktikimin e fesë, fen e tij me shkurt themi, fen e cila ishte fe e pastër. E Allahu dhul xhelal i obligoi gjeneratat popujt pas tij që ta pasojnë Ibrahimin a.s. Ku thot Zoti në Kur'an, thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. E ne pastaj ty të shpallëm, i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu, e ne pastaj ty të shpallëm që ju të pasoni fen e Ibrahimit, fen e pastër. Gjithashtu Allahu dhul xhelal e veçoi këtë të dërguar duke ja dhënë një nder shumë të madh së bashku me të birin e tij Ismailin alayhis salam, të cilët të dy bashk e ndërtuan Qabën. E s'ka dyshim se ndërtimi i asaj shtëpie të Zotit, ku të gjithë njerëzit pas tyre i kthejnë fytyrat apo e adhurojnë Allahun dhul xhelal në këtë shtëpi, dhe kjo shtëpi është referencë çdo muslimani. Kjo shtëpi është pikë e cila i bashkon fytyrat e muslimanëve për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. S'ka dyshim se kjo është një dhunti, një begati, një mirësi e madhe dhe e veçantë që Allahu dhul xhelal i dha këtij të dërguari. Kështu shikues të nderuar, Ibrahimi alayhis salam, pasi që i cekëm disa nga mirësitë që Zoti ia dhuroi këtij të dërguari, fillojmë të kyçemi në historinë e tij. Më mirë të themi në jetën e tij, e cila filloi që kur ai e kuptoi nga Zoti i tij, kur Zoti ia shpalli pejgamberllëkun, kur Zoti e lajmëroi se ti je një pejgamber dhe ti duhet të thrasësh në fe që ti udhëzojsh të tjerët. Ibrahimi alayhis salam pa humbur kohë filloi me babain e tij, filloi nga më të afërmit si çdo pejgamber tjetër dhe pejgamberi ynë alayhis salatu wassalam, të cilin Allahu dhul xhelal e urdhëroi duke i thënë wa anzir ashiratak al-aqrabin.
dhe ftoi të afërmit të tu. Pra, të starton çdo kush madje, jo vetëm pejgambert, po dhe ne sot, qoftë hoxha apo xhamat, do të kemi kujdes që të fillojmë nga safi i parë, të fillojmë nga rrethi më i ngushtë i joni, nga familjet tona, që t'i tregojmë atyre fen, që t'i uzojmë, t'i këshillojmë në të mirë dhe në të mbarë. Dhe kështu Ibrahimi a.s. e ftoi babain e tij, i cili ishte një baba i veçantë, i cili ishte një baba që tregohet se dhe ai ishte edhe vetë ndërtuesi apo prodhuesi i putave, i zotave të popullit të tij, që i merrnin për zota. Azarit, Ibrahimi a.s. ju drejtua duke e këshillu dhe duke e ftu në fe, e Allahu subhanahu ta'ala thot, wadhkur fil kitabi Ibrahima, innehu kana siddiqan nabiyya. I thot Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam Zoti, përkujtoja u njerëzve, muslimanve, se në Kur'an që ta kemi cekur ty, Ibrahimin, pra tregoja u muslimanve historin e Ibrahimit, i cili ishte shumë i sinqert dhe ishte pejgamber. Idh qala li abihi, ja abati, lima ta'budu ma la yasma'u, wala yubsiru, wala yughni anka shay'a. Kur Ibrahimi, pra Zoti po thot tregoju muslimanve se si Ibrahimi, tregoju muslimanve se si ata duhet të thrasin në fe, metodologjin e këtij të dërguari, që të kenë kujdes, se ndoshta shumë njerëz, shikues të nderuar, shumë vëllezër musliman dëshirojnë që të bëjnë davet, të ftojnë të tjerët në fe. Mirë po ka mundësi që shpesh herë të kenë rezultate negative për shkak të metodologjisë së tyre. Andaj Zoti jo rastësisht cek historitë të dërguarve dhe metodologjitë e tyre se si ata i ftuan njerëzit në fe, për shkak që ne të marrim mësim nga ato, që më pastaj të mos kemi ngjesje apo defekte në rrugtimin ton drejt thirrjes në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu Ibrahimi a.s. po thot, wa idh qala Ibrahim, kur i tha Ibrahimi, kujtoju njerëzve, kur i tha Ibrahimi babait e tij, ja ebeti, o babai im, me fjalë shumë përgredhëse, me fjalë shumë të ëmbla, o babai im, i parashtron pyetje Ibrahimi a.s. babait e vet, duke thënë se përse adhuron diçka i cili ai put, ai Zoti joti, as nuk të ndëgjon, e as nuk të sheh, dhe as nuk ke kurfar dobije prej tij. Pra, një metodologji shumë e bukur, ku ne nuk është e udhësht dikuj i cili qoftë ateist, qoftë një adhurues i diçkajt pos Allahut, që t'i themi në fjalë të para se ti je i keq, besimi yt është i kot, ti do të shkosh në zjarr, nuk është kjo e para. E para është që ti t'ia sqarojsh çdo kujt përballë teje, një pabesimtari ose një besimtari të besimeve të kota, ti tregojnë se ky besim i joti nuk është i dobishëm dhe është pa rezultat. T'ia sqarojsh pra besimin e tij fillimisht se është i kot, pastaj ta ftohesh në besim të pastër. Dhe Ibrahimi a.s. babait e tij thot, o babai im, me fjalë të buta të mira, ke kujdes, pse adhuron dikën i cili as nuk sheh, as nuk dëgjon dhe as nuk ke kurfar dobije prej tyre. Ja abeti, Ibrahimi a.s. ja bëri babait e vet 4 thirrje, 4 ftesa, 4 oferta, duke i tregu me fjalë të njëjta, duke e thirr, duke i thënë, ja abeti, ja abeti, ja abeti, o babai im, o babai im. Si është afërsia pra prind dhe djalë. E Ibrahimi a.s. në këtë butësi, i cili meriton çdo prind që të ftohet në këtë formë, e jo
siç ka ndodhur që shumë vëllezër prindve të tyre ju kanë kthyer me fjalë të ashpra, duke u thënë se kështu është mirë, unë e di që kjo është më e mirë, ju e keni gabim, dhe pastaj ngritur gjakrat dhe ka ardhur deri tek konflikti në familje. Ibrahimi a.s. edhe pse ai ishte një adhurues i putave, po i thot o babai im, ja abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. O babai im, mua më vjen një dije, unë kam një dije të cilën ti nuk e ke, ty nuk të vjen. Andaj me paso mua, do të udhëzohesh, do të drejtohesh në rrugë të drejtë. Shiqoni se si Ibrahimi a.s. po e fton babain e tij. Nuk po i thot, o baba jem, unë jam më i mençur se ti. Ti kot e ke, ti e i pa aftë, ti nuk din. Po i thot, o babai im, mua më vjen një dije, unë kam një dije që ty nuk të vjen. Pra jam i veçantë. Ajo dije është nga dikush tjetër. Se unë jam djali jot, pra me një fjalë. Dhe ti e din sa di, po unë kam një dije të veçantë. Që nuk është një dije që e kam marrë prej teje ose prej dikujt tjetër. Po është një dije që e kam marrë nga Allahu. E kam një dije që nëse më pason ti mua, e pason këtë dije, atëherë ti do të udhëzohesh në rrugë të drejtë. Ja abati, la ta'budi ash-shaytana. Dhe pasi e sqaron se besimi jot është i kot, dhe sqaron që thirrja këtij është e qartë dhe e drejton në rrugë të drejtë, Ibrahim a.s. i thot, o babai im, la ta'budi ash-shaytan, mos e adhuro djallin, shejtanin. Inna shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Mos e adhuro shejtanin, sepse shejtani i ka bërë mëkat të mëshirshmit Allahut. Është mëkatar përballë Allahut. Andaj mos e adhuro atë, sepse ai pra të futë edhe ty në mëkat. Ja abati, inni akhafu. Pasi që as sharon se ai besimi jot është i kot dhe ai besimi jot është si pasojë e lajthitjes tënde, duke ndjekur epshin tënd dhe duke ndjekur këshillat e shejtanit, i cili tenton që të fusë në grask. Atëherë i tha, ja abati, inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. O babai im, unë kam frikë se ty do të kaploj, do të përfshinj një dënim i Zotit, nëse ti pra nuk hek dorë, një dënim i të mëshirshmit, dhe do të jesh nga shokët e shejtanit, dhe do të jesh nga të afërmit e shejtanit, pra do të jesh në xhehenem. Ibrahimi a.s. në këto 4 forma u mundua që t'ja shpalos ftesën e tij dhe t'ja bëj të qartë babait e vet se besimi që ai beson është i kot, dhe sa ai nuk është gjë tjetër vetëm se epshi i tij dhe lajthitje e shejtanit, dhe pas kësaj lajthitje në këtë besim, nëse ai qëndron, ja bëre me dije se ty do të kaploj një dënim i Zotit, dhe kështu ja sqaroj komplet ftesën që çdo musliman duhet në këtë metodologji të veprojë që t'i thras njerëzit, duke ja sqaruar komplet besimin e tij që ai e ka, pastaj ftesën ti që ja bën, dhe duke e paraqit rrezikun ose fundin se ku do të jetë ai personi i cili nuk hek dorë nga besimi i kot i tij, e që është pra dënimi qoftë në këtë botë ose në botën tjetër nga Allahu subhanahu wa taala, dhe pas këtyre e ka ngritur pra dikush ndaj dikujt argumentin para Zotit, pra nuk do të ketë arsye ai personi i cili i sqarohet në një formë të tillë thirrja islame, ai nuk do të ketë argument para Zotit që thotë se nuk më ka ftuar askush ose nuk kam ditë.
dhe filloi tash përgjigjet e vi nga babai i Ibrahimit alayhis salam, Azeri, i cili tha: "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" I tha, shiqoni se si i tha babai vet. E drejt ishte me i than pra Ibrahimit alayhis salam: "O djali im." Pasi që Ibrahimi alayhis salam i tha babait e vet: "O babai im." Tash ky e rrugës ishte t'i thot: "O djali im." Po shikone se si mos edukata e tij dhe arrogancia e tij dhe armiqësia dhe inati, se si shejtani i fut njerit ose atij pabesimtarit, të padrejtit i fut inat dhe me çdo kusht mundohet ta mbroj epshin e tij, ta mbroj besimin e tij, edhe pse e kupton se ai nuk është i drejtë. I tha: "Ti a je kundërshtar i zotave të mi, i zotit tem?" Pra nuk po i thot: "O djali jam, ti mire ke, po unë kam këtë besim, shembull." Mirë po i thot, nuk po e përmend fare. "Ti", po i thot, "ti a je kundërshtar i zotit tim? La in lam tantahi." Subhanallah, me në rana vjen duke kërcnu djalin e vet, pasi që ai e këshillon në të mirë, ku ndodh edhe shumë shpesh në mesin ton, kur një djalë i ri e këshillon prindin e vet, dhe prindi i vet, edhe pse i ka shembull dy djem, dhe njëri prej tyre rrin gjatë tërë natës nëpër kafeane dhe nëpër rrugë që i bëjnë dobi atij, që i bëjnë dëm atij. Dhe megjithatë, kur ky djali i cili fal namaz dhe këshillon dhe nuk sheh asnjë të keqe te ky djalë, prapse është më i kënaqur që ky të heq dorë nga namazi e t'i bashkangjitet vëllau tjetër i cili rrin dhe harxhon para kot, vetëm që të heq dorë nga namazi. Dhe shpeshherë i kërcnojnë fëmijët e tyre pse ata falin namaz vetëm që të heqin dorë nga xhamia. Azeri, baba Ibrahimit alayhis salam, po e kërcnon, po i thot: "La in lam tantahi la arjumannak." Nëse ti nuk hek dorë nga kjo ftesë, unë ty do të gurzoj. Dhe wahjurni maliya, largomu prej meje. Largo dhe për një kohë gjatë mos më afro, mos eja tek unë. Hup, kësi shpreje pra të ashpra, të vrashta ndaj e vladit vet, i cili po e fton për një ftesë e cila të paktën nëse ti nuk ndëgjon, ose ti nëse nuk don me e pasu djalin ton, të paktën sillu mirë me ta. Ky jo që nuk po e dëgjon, por filloi ta kërcnoi dhe po i thotë që do të largoj nga shtëpia, largohu, që të mos shoh fare. Qale salamun alejk, se astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafija. Ibrahimi alayhis salam, edhe pse u sjell në këtë mënyrë babai i vet, edhe pse po i thot se ty do të gurzoj, ty do të largoj, largomu, hiç mu qafe, hiç mu sysh mos shoh. Ibrahimi alayhis salam po thot salamun alejke, po thot o bab, paq për ty. Selam, nuk ke kur fart keq ndaj meje. Ani ti pse nuk po pranon, vetëm se dije që nga unë kur nuk do të kesh të këqija. Je i sigurt nga unë. Në anën e sulmit, në anën e hakmarrjes për këtë që po ma ban. Selamun alejk, paqja e Zotit qoftë mbi ty. Paqe, je i sigurt nga unë. Përveç që je i sigurt nga unë, edhe pse ti nuk po ndëgjon, edhe pse ti nuk po më pason në ftesën time, i tha se astaghfiru laka rabbi
do të kërkoj falje tek Zoti për ty. Innehu kana bi hafija, për shkak se ti ishe ai i cili më rrite, u kujdese për mua. Dhe në këtë rast tregon pejgamberi jon alayhi salatu wasalam se në ditën e gjykimit, pra në komentin e këtij ajeti ku thot se astaghfiru laka, do të kërkoj falje tek Zoti për ty, thot në ditën e gjykimit do të del babai i Ibrahimit alayhis salam përballë Ibrahimit alayhis salam dhe do t'i thot: o baba jam, Ibrahimi alayhis salam, përse nuk më pasove mua në dynja? A nuk të thash, a nuk të tregova se fundi do të jetë i keq, xhehenami, nëse vazhdon në këtë rrugë? Atëherë i tha babai vet: po ja tani po të pasoj. Dhe Ibrahimi alayhis salam do të kërkon falje tek Zoti, do t'i thot: o Allah, ti më premtove mua se ata të cilët do të më bindën, nuk do t'ja u marr fytyrën, nuk do t'i dënoj. Allahu dhul Gjelal i tha: o Ibrahim, shiko çfarë ke nën këmbët e tua. Dhe kur Ibrahimi alayhis salam shikoi, pa nën këmbët e tij një hien, një kafshë, pra hien, të cilën Allahu dhul Gjelal, pra babain e Ibrahimit e bëri në formë të hienës, ja dha fizionominë e hienës, vetëm që t'ja plotsoj kërkesën e Ibrahimit alayhis salam dhe t'ja rahatoj shpirtin e tij që babai i tij me fizionominë e tij të mos jetë në xhehenem. Ai gjithsesi do të jetë në xhehenem, sepse ai, pra çdo pabesimtari, Allahu do t'i thotë se unë ja kum bë haram xhenetin një qafiri, një mohuesi. Andaj nuk kam se si ta dërgoj këtë në xhenet, kur ky ka qenë nga ata që ka mohu. Mirë po, për hatër tonë në Ibrahim, ne do ta dërgojmë në xhehenem, mirë po jo në këtë fizionomin që e ka të insanit, jo në formë të njeriut, por në formë të hienës, të kafshës, vetëm që ta dërgojë, ta plotësoj kërkesën tënde. Dhe thajnë djetarët se Allahu dhul Gjelal, përse urtësia Zotit, përse tha që ose e personifikoi babën e Ibrahimit alayhis salam në formë të hienës, për arsye se hiena konsiderohet si kafsha më e marrë, ose më ajo e cila nuk kupton, pra nga kafshët tjera, më e pakuptueshmja, më e marrë. Dhe për atë arsye e bëri në atë formë, sepse edhe babai i Ibrahimit alayhis salam ishte nga të tillët në këtë botë, i cili ishte pothuajse njëri i marrë, i cili nuk e kuptoi dhe nuk e pasoi birin e tij Ibrahimin alayhis salam. Pra, ky ishte dialogu i parë i Ibrahimit alayhis salam që zhvilloi në hapat e para të thirrjes së tij nga rrethi i ngushtë, nga familja e tij me babain e vet. E Ibrahimi alayhis salam zhvilloi edhe disa dialogje të tjera me të tjerët, me pabesimtarët, që do t'i shohmi më pastaj. Andaj, shikues të nderuar, bëjmë një shkputje për disa momente dhe pastaj do të kthehemi, inshallah, qëndroni me ne. Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë me jetën e Ibrahimit alayhis salam, gjithsesi me dialogun e dytë i cili e zhvilloi tani me pabesimtarët, me mushrikët të cilët ishin adhurues të putave, pra të një lloji të babait të tij. Mirë po, kësaj radhe Ibrahimi alayhis salam doli nga shtëpia vet, doli pra nga rrethi i ngushtë dhe u kyç në shoqëri ku Allahu dhul Gjelal e obligoi që t'u asqarojë të gjithëve besimin e drejtë, fen e vërtet, besimin në Allahun dhe adhurimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Ibrahimi alayhis salam s'ka dyshim se ishte nga pejgamberët e cilët kishte, thamë edhe më herët, kishte argumentim, pra kishte fuqi të argumentuarit. Allahu dhul Gjelal ja dhuroi këtë, nga se kjo është një dhunti e Zotit,
nuk ka mundësi që çdo kush të arrihet pra kjo, njeriu edhe pse lexon dhe mëson, mirë po Allahu dhul xhelal diku i jep e veçon dikë, siç e veçoi pra Ibrahimin alayhis salam, me këtë cilësi, me këtë mrekulli që të jetë i qartë, të jetë i fuqishëm në argumentim. Allahu dhul xhelal thot në Kur'an: "Watlu alejhim naba Ibrahim." Lexoja atyre ndodhin historinë e Ibrahimit. "Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Tani Zoti po thot lexoja, tregoja historinë e Ibrahimit në ajete të tjera të surës Shu'ara. Lexoja të historinë e Ibrahimit kur ai I tha babait e vet dhe popullit e tij. Pra I bashkangjiti dhe popullin. Pra tash Ibrahimi a.s. e kreu emisionin e tij brenda shtëpisë, brenda rrethit të vet, tash doli edhe me të tjerët, me popullin e vet, wa qaumihi ma ta'budun. Kur Ibrahimi a.s. I tha pa babait e vet dhe popullit e tij, çka po adhuroni? Pra me shprehjet e njëjta, me metodologjinë e njëjtë, si u drejtua ashtu babait e vet, ju drejtua dhe popullit e tij, duke I thënë se çka po adhuroni? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Përgjigjja ishte ne adhurojmë putat, idhujt dhe jemi besnik ndaj tyre. Pra jemi të përkushtuar ndaj tyre. Qala hal yasma'unakum. Ibrahimi alayhis salam pra shikone se si tek babai vet edhe tek populli çdo herë kishte një metodologji të veçantë, nga se nuk shkonte direkt. Si të thon ata ne I besojmë putat, ky tregon dhe thot po ata ajo është gjë e keqe ose ajo Zoti do t'ju shpije në zjarr të xhehenamit. Mirpo fillimisht I parashtronte pyetje duke I thënë a ju dëgjojnë ata juve? Idh tad'un, a ju dëgjojnë ata juve kur ju I luteni atyre? Ata than au yanfa'unakum au yadurrun. Ibrahimi a.s. po thot a ju dëgjojnë ata juve kur ju I luteni? Ose a ju bëjnë ndonjë dobi ata juve? Pra ju kur luteni për diçka, a ju plotësohen kërkesat e juaja me dobi, apo a ju bëjnë ndonjë dëm, ndonjë të keq ata juve? Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Ata thanë pra një përgjigje e cila nuk kërkohej prej tyre. Thanë kështu I kemi gjetur të parët tanë duke vepruar. Pra Ibrahimi a.s. nuk kërkonte prej tyre që si kanë qenë të parët të tyre, ose adhurimi juaj a është I ngjashëm me adhurimin e të parëve tuaj, po kërkonte një përgjigje se ky adhurimi juaj a ka dobi, a sjell dobi ose dëm. Mirë po ata u përgjigjen kësaj për t'ju shmangur përgjigje së drejtë, të cilën ata e dinin dhe e dinin që kishin mangësi në adhurimin e tyre, ose ishte adhurim I kot, dhe për atë arsye e devijuan përgjigjen duke thënë se ne kështu të parët tanë I kemi gjetur duke vepruar. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Ju drejtu Ibrahimi a.s. duke I thënë a jeni të vetëdijshëm se ju çfarë jeni duke adhuruar? A e dini çfarë jeni duke adhuruar? Ju dhe të parët tuaj, antum wa aba'ukum al-aqdamun. Ju dhe të parët tuaj, a e dini se çfarë jeni duke adhuruar? Fa innahum aduwwun li illa rabb al-alamin. Ato adhurime të parëve tuaj dhe të juajat, ato janë armiq për mu. Ky adhurim, këta zotët e ju janë armiq të mi, nga se unë I lutem Allahut, Zotit të botëve, Rabbul Alaminit. Pra, Ibrahimi a.s. filloi t'i thras dhe t'u asqaroj atyre se Zoti im është dikush tjetër dhe se zotët e ju janë diçka tjetër. Këta zota pra që ata I qunin zota, sepse ata ishin puta, idhuj. Dhe filloi tani t'i përgjigjet Ibrahimi a.s.
t'i kundërvihet besimit të tyre me argument. Pasi që zotat e juj nuk dëgjojnë, pasi që zotat e juj nuk sjellin as dëm e as dobi, Ibrahimi a.s. i tha, unë i besoj këtij Zotit, e adhuroj këtë Allah, alladhi khalaqani wa huwa yahdin, ai i cili më krijoi mua dhe më udhëzoi në rrugë të drejtë. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, ai i cili më ushqen mua, më jep të haj e të pi. Pra, zotat e juj janë ata të cilët nuk ju furnizojnë me asgjë, nuk u plotësojnë asnjë kërkesë, ndërsa Zoti im, që unë t'ju thras juve në besim, është ai i cili më jep mua ushqim, më ushqen me haje me pije. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmorëm, ai më shëron. Pra të gjitha mirësit janë tek Zoti im. Ky është Zoti im dhe juaji, donte t'i thonte, i cili çdo kërkesë na plotëson, çdo nevojë na rregullon. Pra kur unë jam i sëmur, ai më shëron. Walladhi yumituni thumma yuhyin, ai i cili më vdes mua e pastaj më ringjall prap. Pra ky është Zot, ky meriton të adhurohet, e jo zotat e juj, e jo këta putat e cilët as nuk ndëgjojnë, as nuk sjellin asnjë dobi dhe nuk mund të bëjnë asgjë, as për veten e tyre, edhe më për të tjerët. Pra Ibrahimi a.s. u asqëroi duke i thënë se ky është Zoti im. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Dhe ky Zot, te ky Zot kam shpresë, te ky Zot kam imyt se ky do të mi fal gabimet e mia ditën e gjykimit. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Dhe tha Ibrahimi a.s. o Zot, më dhuro mua urtësi dhe më radhit me të devotshmit, më radhit në grupin e burrave të mirë, të këtij pra ditën e gjykimit. Ibrahimi a.s. u asqëroi popullit e vet shumë thjesht, me argumente të qarta, fillimisht duke tregu pa aftësinë dhe pa mundësinë e zotave të tyre se si ata nuk kanë mundësi që të ndikojnë, të intervenojnë me asgjë tek ata, pastaj tregoi se si Zoti im mund t'i bëj të gjitha dhe çdo e mirë dhe e keqe është nga Zoti jon. Pra çdo gjë që vjen është me caktimin e tij. Dhe tregoi se fundi do të jetë tek Zoti ynë. Dhe ja vlen dhe duhet të kërkojmë dhe duhet t'i kem shpresat vetëm te ky Zot, i cili mund të na i fal gabimet tona. Dhe në fund Ibrahimi a.s. e luti Zotin me diçka e cila është shumë e madhe, me urtësi, sepse Zoti thot atij të cilën i kemi dhënë urtësi, i kemi dhënë një begati të madhe. Urtësia është begati e madhe kur i jepet sidomos një predikuesi të fesë, sidomos një hoxhe, në këtë rast është Ibrahimi a.s., një prins, një ferrëthyes, gjithashtu edhe hoxhallarëve. Pra kur i jepet, kur ke urtësi, është një dhunti shumë e madhe. Kur din pra se si me nxjerr muhabetin, se si ti bisedën tënde me vendos aty ku e meriton ajo bisedë, aty ku duhet të thuhet ajo fjalë. Kjo është një dhunti e madhe, andaj Ibrahimi a.s. e luti Zotin, tha o Zot, më jep urtësi, nga se ky popull është shumë i cili nuk kupton. Andaj kërkoi urtësi që të sillem me të mirë, që t'u asqaroj deri në fund, që ta zbatoj, që ta plotësoj emisionin tim deri në fund me urtësinë që ti ma jep, o alhiqni bis salihin, dhe më radhit tha mua me burrat e ndershëm, me burrat e devotshëm, me burrat e mirë në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, do të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në emisione tjera me Ibrahimin alayhi salam, me jetën e tij, nga se
thash edhe në fillim se jeta, historia e tij është e gjerë dhe shumë e begatshme me mësime që mund të nxjerrim nga ato. Andaj me lejen Allahu dhul xhelal do të vazhdojmë inshallah edhe në emisione tjera deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad